në kryeqytetin, Kopejen, dhe shumë komuna tjera. E ka me gjithë bashkëpunëtorët e ti me vitu vendet ku ka popullitash, sikur që me vërtetar, sikur që i përmend disa nga komuna, sidomos Prishtina, Peja, po dhe komuna tjera. Gjilani, Suareka, Obilici, Ush Kosova. Absolutisht, dhe që është e rëndësishme, në gjitha këto komuna i ka mundësit reale me bon dyshimin, aty ku ka nevojë me bon dyshimin, dhe mi konfirmuar komunat. Nuk është ndërmarrje lehtë, po mundësinë e ka dhe ajo është, natyrisht ajo është e angazhuar në këtë projekt. Sikur që do të isha dhe unë, edhe i dëshiroj sukses në realizimin e objektivave në këtë fazë. E mbështetni LDK-n në këto komuna? Po, aty kudo që kena mundësi, kemi një marrëveshje që me mbështet Lidhja Demokratike e Kosovës, duke respektuar specifikat edhe e mira është që në shumicën e degëve komunikojnë njerëz setar mes vetë atje, na nuk kemi këso probleme të mos komunikimit. Bile kërkojnë edhe vetë degët të mbështetën të Lidhja Demokratike. Po flas në pjesën të madhe, ka ndonjë që s'është, që s'ka, po në pjesën dërmuese besoj që aty nisma do të ndihmoj me atë kontributin e vet. Kishte një postim nga zoti Alban Krasnisi, ndryshe i njohur edhe si burri i zonjës Albulena Azhiu, tha prokuroria të veproj. Thënja ja kam votu votin, i ka rënjët nga nisma dhe sistemi i saj i kurzimit dhe shitblerjes së votës për mes asistencës, a ka turp më të madh se sa për një grush votash ti detyrosh e ti trajtosh vajzat e gratë si analfabete dhe të padenja të votojnë pa mbikëqyrje të burrave dhe të rrugaqësve të partisë që shërbejnë si asistues, ti trajtosh rinin si të paaftë të padijshëm, pensionistë si të vervër. Po mendojnë që e kanë arritur fitoren, për në fakt e kanë prekur fundin. Ishte ngarë zoti Krasnisi në Malishev dhe ka publikuar pra dhëna të votuesve. Si e pat këtë? Antari Komisionit Qendror Zgjedhor. A është? A është certifikuar rezultati? A kanë kaluar në përkret ato biza pa... A ka po kush ankesë? KQZ a administroi procesin? Që nuk... Valon Hoti s'pati gjas atje në Malishev, kandidati tërë, së është zoti Krasnisi nga Malishev. Shqeqeni, kur ti hu zgjedhë ka pa ka mërzi. Dikush është i shfrenuar, dikush e kufizan, kështu që unë nuk kam koment për këtë temë, KQZ-ja, po shtakoni që është edhe tjirë, po ka qenë një fitore spektakulare. Adriatik. Gati 4 fish më shumë, 3 fish e gjys. Që në për Adriatik, që në për rezultatin. Po i marë me dalë me full mas këtij rezultati. Marë me dalë. Po që në rezultatin, ka qenë një fitore spektakulare. Dhe Malisheva përfundimisht e ka një kryetar që i ka tekalu kufit partijak. Dhe votat... Zoti Kastrati është për tej nismës tani. Po i shikojnë e votën. I ka tekaluar kufit partijak. Është hera parë që Malisheva shkojnë pa boletash. Hera parë, prej që mbojnë zgjedhjen në Kosovë. Hera parë pa boletash. Një fitore spektakulare sepse në krye ka një njeri, jo konfliktues, jo mashtrus, ti një familje nderume, një njeri që ka dhënë kontribut për këtë vend, njëri nga celurat e para të UÇK-s, i mbjetori masakrës e Dubravës, i burgosën i Serbisë. Pastaj një njeri që ka transformu Malishevën, që i fokusuar 100%. Krejt që to, që ka bërë ai për vendin e vetë, qytetari Malishevës ja ka njoftë. Edhe me zemër. Edhe nuk besoj që nëherë njerëzit Malishev ma me qefin dalë me votu si Ksiovi e kënë kësatin. Kështu që... Se jemi edhe farë. Nga mu. Këtë loja politike ka një farë kuptimi. Po jo me thonë në alfabet komunës vendit tonë. Unë e di që këta e kanë pasan 40% në alfabet shqiptarve. E kanë pasan këta 40%. 40%. Gati sa rezultati zëdhor. A i ma në be djemë kështu se këmë këtë gjumë. Njëve vishë në limoni, po nuk është gjumë. Kemi 1 minutë të fundit, si e pa që fliste zoti Kurti dje për 2 palë zgjedhje. Po shkojmë deri 2 palë zgjedhjesh. Kjo është fushat. Ta shqevi fushat. Edhe kjo është e ma hershme kjo fushat. Me në suazët e fushatës. Një senën në di. Këto zgjedhje që vinë kanë me prodhu edhe presidentin, edhe qeverinë. Zgjedhje tashme, edhe presidentin ose. Jam i bindur. Gjithë gjë tjetër me në fushat.
fushat merrin edhe kabinetin, fushat merrin edhe fjalimet, fushat merrin edhe konferencat, fushat merrin edhe qëndrimet. Për çka kabineti fushat? Jemi fut në fushat elektorale po flas tash. Tash edhe që është normale, këto janë legjitime. Bën këtë punë për fushat, besoj